Përshëndetje të bekuar. Ju përshëndes. Përshëndetje. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Ju përshëndes. Të shohim kush do të na vi. Mirëmëngjesi, të bekuarit e Perëndis, mirëmëngjesi. Sa i mirë është Zoti. Sa i mirë është Zoti jon. Zoti është i mirë. Dhe mirësia e tij zgjat për jetë. Mirëmëngjesi fitore. Paqja e Zotit në ty, gëzimi i Zotit në ty, mbrojtja e Perëndis për ty dhe gjithë familjen tënde në emrin e Jezusit. Dhe gëzimi në Zotin të mbushi zemrën tënde. Në emrin e Jezusit të bekoj. Mikela, mirë se erdhe, paqja e Zotit në ty. Shpall paqen e Perëndis në ty, në familjen tënde, në gjithë shka. Shpall paqen dhe gëzimin e Perëndis. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Halleluja. Haxhere, mirë se erdhe, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Mirë se erdhet, Zoti ju bekoft, paqja e Zotit në ju, gëzimi i Zotit në ju. Zoti është i gjallë. Xhevair, mirë se erdhe, paqja e Zotit në ty. Paqja e Zotit në trupin tënd, paqja e Zotit në familjen tënde. Mirë se erdhe të bekuar. Mirë se erdhe, të shohim kush do na vi akoma. Përshëndetje, po si ju ka vajtur jeta Moraman, si jeni Moraman, se si jemi parë, fare si jemi parë, po bëjmë një javë. Një javë po bëjmë. Zoti është i mirë. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij zgjat për jetë. Remonda, mirë se erdhe o bekim, paqja e Zotit në ty. Paqja e Zotit në familjen tënde. Lavdia i qoftë Zotit në gjithë shka dhe kudo. Lavdia i qoftë Zotit ton. Bazire, mirëmëngjesi, paqja dhe gëzimi i Zotit në ty. Mirë se erdhe. Odesa, mirë se erdhe. Kisha Lushnjë, mirë se erdhe. Meli, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Mirë se erdhet. Zoti është i mirë. Dhe mirësia e tij zgjat për jetë. Për jetë, ne kemi një Zot kaq të mirë. Ne kemi një Zot të mrekullueshëm. Olsa, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Instagrami nuk më punon këtu, nuk e di pse disave ju punon, mua nuk më punon. Ma tregonin çik sekretin e që Instagrami të funksionoj. Jo Instagrami, ai TikToku. Nuk punon. Bo nga që s'më punon TikToku, do iki shpejt tani, se on thash të rria ca dit, po pa TikTok nuk rjet. Lavdia i qoftë Zotit. Kriselda o bekim, mirë se erdhe. Jona, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Olsa, mirë se erdhe, Haxhere, mirë se erdhe, halleluja, mirë se erdhe, Bazire, lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Zotit ton, është e Zotit ton, lavdia është, gjithmonë është e Zotit ton, lavdia. Ati i përket lavdia në shekuj të shekujve, që është i mirë, edhe që kur nuk mërzitet nga ne. As edhe njëherë. As njerë.
A her pas here punon, jo. S'kemi qipe. Do i përshtatemi. Edhe mas më punon fare, kështu që Roza mirëmëngjesi, mas punon fare. Hajdi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi të bekuar. Mirëmëngjesi, lavdia i qoftë Zotit që është shumë i mirë me ne. Zoti është shumë i mirë dhe Elona mirë se erdhe pranvera, paqja e Zotit në ju dhe gëzimi i Zotit në ju. Ajo që unë dua t'ju them sot është Isaia 54. Reshti 2 dhe 3 që thot: zgjeroj vendin e çadrës tënde dhe fletët e baneseve të tua le të shtrihen pa kushtim. Aleluja. Dëgjoj edhe një herë, motra ime. Dëgjoj edhe një herë. Zgjero vendin e çadrës tënde dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen. E dëgjove fjalën? Arlinda, mirë se erdhe. Po, motër Bazire. Do ta gjejmë. Adelina, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Vera, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Ju përshëndes të gjithëve? Meta, mirë se erdhe. Mirë se erdhet. Pra, po ju marr sot në një udhëtim të super të bukur. Klara, mirë se erdhe. Duke udhëtuar me Isaia 54. Po ju jap një fill, kapeni fort, dhe unë do t'ju të req, ke parasysh si një që është futur në një luc, ose në mes të detit, dhe i hedh një rrot me një litar edhe e kap, edhe ti e të reqja nga dal. E unë po të hedh sot këtë litar, kape, dhe unë do të req sot nga dal, nga çdo vend ku je. Do të req nga trishtimi, do të req nga dhimbja, do të req nga dushimi, do të req sot nga çdo situatë ku ti ndjesh i izoluar. Kape sot këtë rresht. Kape sot këtë fill që unë do t'jap dhe unë do të req dhe ti do t'a shikosh se si zëmra jote nga dal do të dal nga situata ku je. Dëgjoj çfarë thot fjala. Isaia 54. E kam për ty Enkela, e kam për ty Maria, e kam për ty Edlira, e kam për ty Gjeni, e kam për ty Odessa, e kam për ty Roza. Një sekundë se kjo makina ime bën shumë zhurmë. Pra fjala thot, Egla, mirë se erdhe. Pra fjala thot, dhe unë e hedh sot këtë fjalë tek ty. Kape fort. Kape si një litar shpëtimi. Ndoshta ti thua, nuk po dal dot nga kjo situatë, është tepër e vështirë për mua. Unë po t'jap sot një shpresë, kape këtë. Fjala thot, zgjeroj vendin e çadrës tënde dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen pa kushtim. Zgjati litarët e tu dhe përforco kunjat e tua. Sepse do të shtrihesh në të djathtë dhe në të majtë. Pasardhësit e tu do të zotërojnë kombet dhe do të popullojnë qytetet e shkretuara. Mos u frikso, sepse nuk do të ngatërohesh. Mos ki turp, sepse nuk do të skuqesh. Do të harrosh madje turpin e rinisë tënde dhe nuk do ta kujtosh më çnderimin e vejërisë tënde. Sepse krijuesi yt është dhëndri yt. Emri i tij është Zoti i ushtrive, çliruesi yt është i shenjtë i Izraelit, i quajtur Perëndi i të tërë tokës. Sot unë dua të them, dil nga cepi ku je futur. Një rregull ka në boks,
Ke parti ndonjëherë ndeshje boksi? Është e vetmja sport që unë nuk e shikoj dot. Të rrien njerëzit. Por, përsëri kam parë ndonjëherë më përpara. I vetmi rregull në boks është kur mos u fut në cepin e ringut. Nëse ti futesh në cepin e ringut, automatikisht kundërshtari jot ka 97% shanse për të fituar mbi ty. Sepse kur ti futesh në cepi i ringut, ti je i izoluar, 2 anë je izoluar vetë. Armiku si duhet gjë tjetër vetëm të bjeri, sepse ti nuk ke shans nga televizësh. Unë sot dua të them ty, në çdo cep që ti je futur, në çdo vend ku ti ndjehesh i izoluar, në çdo vend ku ti ke deklaruar me gojën tënde, s'munde më, s'bëj dot më, s'kam shans më, kjo gjë s'bet, jeta është e vështirë për mua, me këta fëmijë nuk di çfarë të bëj, me iku truri. Çfarë do lloj gjëje që ti ke shpallur, ke deklaruar dhe e ke futur veten në këtë cep të izolimit ku i ligu ka vetëm të drejtë tani të godas dhe ti nuk po del dot. Unë sot dua të them, kape këtë litar. E thue, unë dal sot, unë kapem sot tek fjala e Perëndis që thot, unë do të zgjeroj çadrën tënde. Dhe do të shtrihem pa kursim. Unë dal sot nga cepi ku e kam futur veten. Unë dal sot nga cepi ku më kam futur të tjerët, i kam besuar dhe kam vajtur në këtë cep. Në emrin e Jezus Krishtit, unë të them, dil. Kape këtë rresht, mbaj këtu në zemrën tënde dhe thuaj, unë dal nga cepi ku jam futur. Deklaroj me zë të lartë tani, unë dal nga cepi ku jam futur. Unë dal tani nga vendi i pamundësive, nga vendi i izolimit, nga vendi i sëmundjes, nga vendi i depresionit, nga vendi i shkatrimit, nga vendi i humbjes. Unë dal tani dhe shkoj në territorin ku çdo gjë është e mundur. Unë shkoj në territorin ku fjala thot të zgjerohem pa kursim. Unë dal sot nga territori i kapakut që i kam vënë vetes. Unë dal sot. Dhe futem sot sipas fjalës së Perëndis. Do të shtrihem pa kursim. Unë do të shtrihem pa kursim. Unë e kap sot këtë fjalë dhe dal nga izolimi. Sa do e fort t'jetë luca, sa do të forta t'jenë mendimet kundër teje çdo gjë që ti ke besuar, kapu sot te kjo fjalë e Perëndis dhe deklaroje, unë dal nga cepi dhe do të shtrihem pa kursim. Do të zgjeroj territorin pa kursim. Kjo është ardhmja jote. Ky është bekimi jot. Jo ti jesh i izoluar, jo ti jetosh në një cep, por të dalësh nga cepi sepse gjithçka është e mundur për ty. Zoti të ka dhënë fitoren, Zoti të ka dhënë që ti të qëndrosh në një tokë me fundament dhe që kudo që ti edhësh syt, është territori jot. Ti e biri Perëndis, gjithçka të është urdhëruar, të është dhuruar, është
tëndja. Prandaj Perëndia thot, çou dhe zgjero e vendin tënd. Çou dhe zgjero mënyrën e të menduarit. Çou dhe zgjero mënyrën si ti flet. Çou dhe shko me mendjen tënde merri fitore që Krishti i arriti në kryq. Bëje mendjen tënde ti nënshtrohet vetëm Krishtit. Dhe Krishti është i pakufizuar. Kush jeton në Krishtin Jezus nuk ka kufi. Çdo gjë është e mundur për ty. Çdo gjë. Kufint mundohet djallit të na i përshpërisi çdo ditë në veshët tanë. Ti ngrihesh në mëngjes dhe gjë e parë që dëgjon i ligu të përshpërit, kjo jetë është koti, fëmijët e tu janë rebel, vajza jote nuk bet ka marrë rrugën e keqe, ti do humbësh, burri jot kush e di ku është, e di, thua ti, po pse më vin këto mendime? Pse më vin që në mëngjes këto mendime? Sepse djallë, kjo është puna e Satanit. Nëse ti thua që ti ke punë, ne çojemi në mëngjes, ikim në punët tona. Okay? Ne kemi punët, kush është avokate, si Kriselda, kush është mjeke, si Gjensila, kush është, qatë themu do me thënë. E kush është i thjesht si puna ime do me thënë. Okay? Ebe, ne çojemi ikim në punët tona. Kjo është puna që ne kemi punë për të rritur fëmijët, ne kemi punë për të gatuar, ne kemi punë për të pastruar, ne kemi punë për të mbajtur qeverinë e familjes tonë, ne kemi punë për të drejtuar punëtorët, ne kemi punë gjitha. Kurse djalli nuk ka punë tjetër ai. Ai për një punë është këtu. Të çojë në dyshim fjalën e Perëndis. Kjo është puna e tij. Edhe kur ti e di që kjo është puna e tij, ti duhet të dish kush është puna jote. Dhe puna jote është ta dish që je biri Perëndisë i gjallë, edhe që Zoti jeton në ty, edhe që Satani është i humbur, edhe që çdo mëngjes ai të përshpërit ty në kokë, që kjo s'bëhet, ti s'ke sukses, ti kështu, çdo ditë ti kujtosh Satanit që ai është i humbur dhe që është poshtë këmbëve të tua. Ai është një luftëtar i humbur. Kujtoja që ai është poshtë këmbëve tënde. Çdo mëngjes, ai të përshpërit çdo mëngjes, kjo ditë s'është, mos lufto me te. Ai është i humbur. Thjesht tregoj ti je poshtë këmbëve të mia. Thjesht tregoj ku e ka vendin. Dhe ai vendin e ka poshtë këmbëve të tua. Populli i Zotit, jeta është shumë e bukur. Jeta është kaq e bukur. Ne kemi një trup. Ne mund të ham. Ne mund të shijojmë, ne mund të shikojmë, ne mund të dëgjojmë, ne mund të takojmë mike, ne mund të takojmë miq. Ne mund të bisedojmë. Djalli është dinak. Ai ja u fut në mendje njerëzve që po të vdesësh, jeta andej është më e lehtë, më e bukur. Mos u gënjeni. Mos u gënjeni, Zoti na i ka dhënë të drejtën të jetojmë në trup dhe ta shijojmë këtë jetë. Sikur Krishti është në ne. Krishti është në ne, ai e shijon nëpërmjet nesh. Mos i besoni gënjeshtrat e Satanit. Ai nuk ka një trup. Edhe ai kërkon një trup që të zotëroj me ligësinë e tij. Ai vjen të përshpërit që ti t'i lirosh një cik vend, që ai të futet të sjellë ligësinë e tij dhe kështu ai të rritet dhe të jetoj nëpërmjet teje. Se ai nuk ka trup. Zoti është shpirt. Edhe Satani shpirt është. Edhe ai kërkon një cep tek ty që të sundoj ty. Që të sundoj mendjen tënde, që të sjellë sëmundje, shkatërrim, rrëzim, se ajo është mbretëria e tij. Ai është një shpirt që kërkon një trup.
A e keni falenderuar Zotin për trupin tuaj? Dhurata më e madhe që ne kemi, ne jetojmë. Nuk ja vlen që ti të lesh ditët e jetës tënde me probleme, me mendime çfarë bëjnë fëmijët, ku janë fëmijët, po burri, po nusja, po djali, po vajza, po vllai, po motra, po mamaja, po babai, po gjyshja, po stërgjyshja, po tezja, po hallua, po nuse xhanxhait moj, po nuse e fila e kushuririt moj, po ajo moj, po kjo. Dhe i ligu ju vjedh momente që i keni vetëm për veten tuaj. Të dashur, dua të them sot. Eriselda, do lutem, dua të them sot. Koncentrohu tek Zoti dhe thuaj: Zot, faleminderit që unë jetoj. Faleminderit për trupin. Më fal që nuk e kam vlerësuar jetën. Më fal që kam shikuar kaq shumë gjërat jashtë meje, se sa të them faleminderit që jetoj. Dhe sot kam vendosur të dorësoj plotësisht jetën time. Plotësisht fëmijët e mi, plotësisht gruan time, plotësisht burrin tim, plotësisht gjithçka. Shijoje jetën nëpërmjet meje. Zoti do të shijoj, të haj, të flasi nëpërmjet teje. Këtë kërkon Zoti, të jetë 100% në ty. Të jetë ai që të jetoj nëpërmjet teje. Dhe ai do të zgjidh çdo gjë. Kur një dhimbje të vjen në dorë, në këmbë, thuaj, ky është trupi i Krishtit. Nuk mund të qëndroj sëmundja. Ky është trupi i Krishtit. Në zemrën time nuk mund të qëndroj sëmundja, është zemra e Krishtit, ja kam dhënë, Krishtit jetoj. Dhe dilni nga cepat ku jeni futur. Krishti nuk mund të qëndrojë në cepa. Mendja jon na izolon. Fjalët e të tjerëve që ne u besojmë na izolojnë. Zoti jo. Zoti jo. Dhe unë të ftoj sot të thyesh burgjet e tua dhe të dalësh duke i besuar Zotit në territorin pa kufin. Në territorin ku çdo gjë është e mundur. Çdo gjë është e mundur për atë që beson në Krishtin Jezus. Çdo gjë është e mundur për atë që ka thirrur Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Çdo gjë është e mundur për ty, sepse Zoti jeton në ty. Shtriu pa kursim, thot fjala. Zgjati litarët e tu dhe përforco kunjat e tua. Përforcoe besimin tënd në Zotin. Kunja jon duhet jetë vetëm në Krishtin Jezus. Vetëm në të. E thoj, Zot, unë përforcohem në ty. Dhe ai do të zgjeroj territorin tënd. Fjala thot, do të shtrihesh në të djathtë dhe në të majt. Pasardhësit e tu do të zotërojnë kombet. Kombet. Pra Zoti të ka zgjedhur ty dhe farën tënde, fëmijët e tu, të jenë koka dhe jo bishti.
të ka zgjedhur ty të jesh koka dhe jo bishti, të të ngrej lartë dhe kur poshtë. Zoti të ka zgjedhur ty, që në përmjet teje, Zoti të marrë lafti. Që në përmjet teje, të madhështohet emri i ti. Sepse nuk ronë më ti, Jezus i ronë në ty. I ligu gënjen, a i gënjen, dhe këto dyshime që ti ke janë gënjeshtrat e të ligut. Sëmundjet nuk mund të qëndrojnë në ty. E vërteta është që ditën që ti u shpëtove, kuptoje këtë, ditën që ti u shpëtove, ke parti ndo një lindje, se është ndryshe kur ti lind vetë, dhe është ndryshe kur ti shikon një grua që lind. Edhe ti shikon atë fëmijën se si del, dhe një krijes e re erdhi në jetë. Aty fillon një krijes e re, një jetë e re. Kështu si që ne lindim në mish, kështu lindim në shpirt. Ditën që ti ke marrë Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar në botën shpirtërore, ti linde si biri Perëndisë së gjallë. Ti je biri Perëndisë së gjallë, ti mund të jesh 60 vjeç këtu në tokë, dhe në botën shpirtërore je 6 muajsh tani që je shpëtuar. Ti ndoshta mund të jesh 50 vjeç, 54 vjeç sa që jam unë, dhe në botën shpirtërore jam 30 vjeçare. Sepse në moshën 20 vjeçare unë ja kam dhënë zemrën Zotit. Në 23 faktikisht tamam. E njota në moshën 20, po në 23 ja kam dhënë tamam. Pra, ditën që ti ke lindur në botën shpirtërore, ti ke lindur si biri Perëndisë së gjallë. Ti nuk i përket më kësaj bote. I ligu kërkon të mbushi mendjen që sëmundja ka të drejtë në ty, mallkimi ka të drejtë në ty, magjia ka të drejtë në ty, dobësimi ka të drejtë në ty, të ndihesh i pafuqishëm ka të drejtë në ty, por unë dua të them sot dhe kape fort, nuk ka asnjë të drejtë më i ligu në jetën tënde. Ti linde tani si biri Perëndisë. Dhe vetë shpirti i Zotit jeton në ty. Prandaj sëmundja nuk ka më asnjë ligj, asnjë të drejtë shpirtërore për të jetuar në ty. Nëse ti beson që nëpërmjet dhurratave të Krishtit ti je i shëruar, kryqi, besimi në të, ta jep ty të drejtën që ti jesh i shëruar, i çliruar, i bekuar, të jesh dritë për kombet, të zgjerosh territoret, të jetosh në prosperitet, të jesh koka dhe kur bishti. Shumë të krishterë nga shpirti religjos kanë mendime të gabuara për prosperitetin, për bekimin, për pasurinë, për shëndetin. Shumë të krishterë mendojnë që ma dha Zoti sëmundjen që të më mbaj të përullur. Ma dha Zoti. Këtë fatkeqësi ma dha Zoti që të më mbaj të përullur. Nuk është e vërtet. Zoti jon nuk është ky. Shumë të krishterë mendojnë që të jesh i krishterë duhet të jesh i varfër. Unë vetë kam qenë në një kishë italiane para 25 vitesh, dhe ata nuk i linin fëmijët të studionin, sepse pastori kishte marrë një paragraf në Bibël që thuhet studimi i tepërt të budallaleps o Teofil. Edhe gjithmonë e vinte në ekran studimi i tepërt budallos fëmijët,
Djali tia studiovi avokat, aba fëmijët e të tjerëve, jo. Sepse ai mendonte që po të vënë në shkollë, nuk do duan Zotin. Po të jenë të pasur, nuk duan Zotin. Dhe kush fillon të një biznes që bëhe i pasur, iknin nga kisha, sepse pastori i dënonte, thoshte që i pasuri nuk e ka zemrën e Zotit. Shumë kisha kanë mendimet e gabuara, që nuk është nga Krishti. E vërteta është, Abrahami i besoi Zotit, u bë koka dhe bekuar nga çdo gjë. Jakobi, Isaku i besoi Zotit, dhe Zoti e bekonte edhe në kohën e thatësirës, a i korte prodhimin që të tjerët nuk mundeshin as në kohën e shiut. Jakobi i besoi Zotit, dhe Zoti e bëri kokën dhe jo bishtin. Të gjithë që i besojnë Perëndis, Zoti i ngren në çdo nivel. Jezus Krishti u kryqëzua la kuriq, që ne të kemi boleku. Pra unë duat sot të them, rrëzoj muret që i ke vendosur vetes. Rrëzoj muret që të tjerët kanë vendosur mbi ty. Drejtoj kratë si një shqiponj. Kur mëson të fluturoj, i provon kratë. Provoj kratë, hapi kratë. Edhe mëso të ngrihesh mbi malet. Mëso të fluturosh mbi nivelet që ti deri tani ke fluturuar. Mëso t'i thuash mendjes, kufit unë i kam rrëzuar. Mëso t'i thuash mendjes, unë mund të fluturoj edhe mbi malin më të lartë. Se çdo gjë është e mundur për mua që besoj. Juhu, kjo është e vërteta. Çdo gjë është e mundur për ty që beson. Hapi kratë edhe ngriu mbi malet. Hapi kratë dhe mos i shiko malet sa të mëdhenj janë. Mos i shiko fortesat sa të fuqishme janë. Shqiponja nuk shikon sa i lartë është mali. Shqiponja nuk shikon sa e madhe është kjo pemë. Ajo e di, askush nuk ngjitet në nivelin e saj. Ajo e di që vetëm ajo mund të ngjitet në nivelin ku ajri është shumë i hollë. Ngjitu në nivelin e Zotit. Ngjitu atje ku çdo gjë është e mundur. Mos shiko problemet, por hapi kratë dhe ngjitu në nivelin ku ti thua faleminderit Zot për ekzistencën tënde. Faleminderit që çdo gjë është e mundur në ty. Çdo gjë është e mundur për ty. Dhe çdo gjë është e mundur për mua që besoj në ty dhe jetoj për ty. Ky është realiteti të qenit i krishterë. Motra ime, njerëzit shkojnë në takime meditimi, në takime mendon pozitiv. Njerë një doktor që çova djalin për veshin, edhe më tha, se të shketi një dritë shumë të veçantë, dhe dua të të ftoj, tha, në grupi jonë. Pa diskutimi, thash doktor, çfarë grupi është? Është një grup, tha, që neve bëjmë Thash edhe çfarë do të thotë kjo Tha dhe sa herë që bëjmë këtë frymëmarrjen, mendojmë dritën, tha. Thash doktor, po ti më the mua që unë e kam dritën. Ç'më duhet mua tani unë të vita zbraz dritën, se të bëj kështu e zbraz atë dritën që unë e kam. Kështu që faleminderit, po nuk vi. Ata vën të bëjnë meditime, të bëjnë ato
Kurse ne kemi, motra ime, ne kemi, sepse kemi Jezusin. Ne kemi burimin e dritës, ne kemi dritën, ne kemi Zotin e gjallë, që është dritë, që është dashuri, që është pushtet, që është autoritet, dhe ai jeton brenda teje. Të tjerët vend të vjedhin pak pozitivitet, si të mbushen për momentin, sepse ata nuk mund të qëndrojnë, kurse ti je termocentrali i dritës, sepse Jezusi jeton brenda teje. Ti je drita. Ti je zëri i Krishtit, ti je goja e Krishtit. Njerëzit presin që ti të flasësh, njerëzit presin që ti t'i prekësh, njerëzit presin që të kalojnë afër teje, sepse ti je dritë. Ti je dritë. Kjo është e vërteta. Ti je trupi Krishtit këtu në tokë. Të tjerët nuk din ku të mbushen, kurse ti je mbushja. Ti ai që mbush të tjerët, ti ai. Shumë njerëz, djalli thot ti s'di të flasësh, kush të dëgjon ty, ti s'di të ndash fjalë, rri rahat, janë gënjeshtra, hape gojën dhe fol, sepse fjala jote mbush dhe çon jetë. Mos shiko çfarë të tjerët thonë dhe sa të madhe kanë bërë malin përpara teje. Mos shiko çfarë i ligu për shpërit dhe sa të madhe e kanë bërë burgun para teje. Unë dua të them, koncentrohu tek Zoti. Si ajo shqiponja që e di dhe e di dhe e di. Asnjë mal nuk është tepër i lartë për te. Asnjë, sepse ajo është krijuar për lartësitë. Ti je krijuar për lartësitë. Sa më i madh është mali, aq më e madhe është lavdia e Zotit nëpërmjet teje. Sa më i madh është barriera, aq më e madhe është lavdia e Zotit nëpërmjet teje. E dini, unë do bëja pasaportën shqiptare. Dhe i kisha marrë të gjitha dokumentat, i solla, dhe një certifikat martese nuk po më dilte. Dhe dje, u takova me Kriseldën. Dhe zëmra ime ishte një çik, nuk e di, po se mora, si do t'ja boj, se duhet t'i iki. Edhe Kriselda tha, Zoti do t'i jap urdhër, dhe nesër do t'a marrësh. Dhe Zoti dha me të vërtet urdhër. Edhe kur e pyeta Zotin mbrëm, unë nuk zova kaq shumë. Kam thirrur gjatë gjithë rrugës, jam ulur në shesh, thash falënderit, të tua Zot. Edhe mbrëm në dashk thash, pse u vështirësua kaq shumë ajo certifikata? Edhe Zoti tha, do ma jepje këtë lavdi kaq të madhe që më dhe, po ta kishe marrë që ditën e parë, nuk do t'ja jepja, se do më duke gjë normale. Po kur unë ka përceva malin e lartë, atër i dhash kaq shumë lavdi Zotit. Gjatë gjithë ditës dje i kam dhe lavdi vetëm Zotit. Vetëm Zotit. Pra sa më i madh është mali, sa më i madh është problemi, sa më e madhe është ajo që ti ke dëgjuar, aq më e madhe është lavdia e Zotit. Thjesht ngriu në prezencën e tij, ngjitu në prezencën e tij. Ngjitu atje ku çdo gjë është e mundur. Çdo gjë është e mundur. Motra ime dhe vllai, Zoti të fton sot të dalësh nga qoshi jot. Unë të hedh sot fjalën e Perëndis kape fort dhe deklaroje, unë do ta zgjeroj vendin tim. Sipas Isaia 2:3, Isaia 54, unë do ta zgjeroj sot territorin tim. Unë do të shtrihem pa kushtim. Do të forcohem në Zotin. Do të mbështetem në te. Do të shtrihem në të majtë e në të djathtë.
pasardhësit e mi dhe unë do të zotëroj kombet. Do t'jem koka dhe jo bishti, thot tek ligji për të rirë. Do t'jem gjithmonë lart dhe kur poshtë. Kur më poshtë. Ti ke qenë poshtë, por nuk je me. Ti ke qenë poshtë, por sklavëria nuk është më trashëgimia jote. Nuk është me. Tashmë është koha e lavdis. Për të shkuar nga lavdia në lavdi. Dhe fjala thot, mos u frikso, rreshti 4. Nuk do të ngatërohesh. Mos ki turp, sepse nuk do të turprohesh. Dhe nuk do të skuqesh më. Do të harrosh turpin e rinis tënde. Çdo shpirt turpi që të kam bajtur peng. Turp nga kjo e turp nga ajo. Turp kështu e turp ashtu. Fjala e Perëndis thot, turpi hiqet një herë e mirë prej teje. Një herë e mirë. Zoti të ka zgjedhur të nderohet me ty. Dhe ti je nder i Zotit këtu. Familja jote është zgjedhur të jetë e nderuar, sepse Zoti është me ty. Fëmijët e tu do të jenë të nderuar, jo sepse i ruan ti. Jo sepse ti ke një shpirt kontrolli dhe i kontrollon qa bëjnë, ku janë, ku vejnë, me kë janë, me kë flasin, qa po hanë, qa po pinë. Por sepse Zoti i ka marrë si fëmijët e ti. Sepse janë të tujt. Zoti mbron fëmijët e tu. Dhe ai nuk do të lejoj kur që ti të turprohesh. Sepse Zoti po i tregon gjithë botës që jeton në ty. Dhe ai nuk do lejoj kur turprimin tënd. Edhe njerë, jo sepse ti ruan, jo sepse ti kontrollon, por sepse ti ja ke dhënë Perëndis. Sepse ti ja ke dhënë Zotit. Prandaj dhe Perëndia do të mbroj fëmijët e tu. Do të mbroj martesën tënde. Ti nuk mund ta ruash nusen tënde. Ti nuk mund ta kontrollosh nusen tënde. Ti nuk mund ta ruash burrin tënd, ta kontrollosh burrin tënd. Por Zoti do të ruaj martesën tënde sepse ti ja ke besuar atij. Zoti nuk dështon kur. Asnjëherë. Ai e ka gjithmonë një plan. Ai e ka gjithmonë dorën e fuqishme. Ai e ka gjithmonë autoritetin. Prandaj Zoti të thot, nuk do të turpërohesh kurrë. Dhe unë e largoj sot prej teje çdo ndjenjë turpi, çdo shpirt turpi, çdo gjë që i ligu ka nisur drejt teje për të turpëruar emrin tënd, për të turpëruar fëmijët e tu, për të turpëruar në martesën tënde, në emrin e Jezus Krishtit. Unë e urdhëroj shpirtin e turpit të largohet tani. Dhe çdo autoritet që ti i ke dhënë, duke deklaruar më turprovi fëmia, do më turproj, çdo autoritet që ti i ke dhënë, pendohu tani. Thuaj Zot më fal që i kam dhënë gojës time të drejtën të përdori fjalë kundër me. Unë pendohem. Amen. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt turpi që kishte ardhur në jetën tënde si pasojë e fjalëve të tua, në emrin e Jezus Krishtit e skualifikoj dhe të largohet tani. Në emrin e Jezusit. Sepse fjala e Perëndis thot, nuk do të turpërohesh dhe nuk do të skuqesh kurrë. Dhe gjithë turpi
që rëndon të mbi ty, nga e kaluara jote, nga e kaluara e familjes tënde, nga e kaluara, e urdhëroj të shkëputet sot dhe të largohet. Në emrin e Jezusit. Sepse fjala e Perëndis ta premton dhe thot që do ta harrosh turpin e rinis tënde. Në emrin e Jezusit. I shpalltës kualifikuara. Dhe çdo shpirt vejërie që në botën shpirtërore të nxjerrësit të ve, të braktisur dhe të turpëruar, unë e të shfuqizoj sot. Në rast të parë ti ke një dhëndër që është Krishti Jezus. Edhe ti kur me nuk do të turprohesh. Nëse je i martuar, Zoti ta ka dhënë dhurat për të kënaqur jetën tënde. Por Jezusi është dhëndri jot. Jezusi është dashuria jote. Prandaj asnjë frym turpërimi në martesën tënde nuk do të ketë sukses. Dhe unë deklaroj sot, është koha ku thyen barrierat. Është koha ku mendja jote hapet. Është koha e lavdisë së Zotit. Është koha e shërimit të zemrës tënde, është koha e marrjes së bekimeve financiare. Është koha e shërimit tënd. Është koha e daljes nga çdo cep ku je mbyllur. Në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj. Është koha e zgjerimit të territoreve. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit, asnjë kufime nuk do të ketë sukses. Asnjë barrierë nuk do të ketë sukses. Asnjë prangme nuk do të ketë sukses. Asnjë burkme nuk do të ketë sukses. Asnjë magji dhe asnjë mallkim, asnjë zili, asnjë xhelozi nuk do të ketë sukses në emrin e Jezusit. Unë flas liri sot, territore të reja dhe stabilitet në bekimin e Zotit. Në emrin e Jezusit. Unë shpall sot çlirim për të gjithë ata që kanë probleme me gjakun dhe me zemrën. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo tension i lartë të stabilizohet tani. Çdo shpirt vdekje dhe infakti që i ligu ka përgatitur, e urdhëroj të largohet tani në emrin e Jezusit. Dhe thërras jetë në zemrën tënde, dhe e laj gjakun tënd në gjakun e Krishtit Jezus, dhe nuk ron më ti, Krishti ron në ty. Gjaku i ti zvënson gjakun tënd, në emrin e Jezusit. Çdo problem në zemrën tënde, në emrin e Jezusit, çdo problem në zemrën tënde. Çdo valvull që nuk funksionon. Çdo valvull që e kthen gjakun përsëri në zemrën tënde, pa e çuar në trupin, në gjithë atje ku e ka punën. Çdo shpirt konfuzioni. Çdo shpirt konfuzioni që është futur në trupin tënd, të largohet tani në emrin e Jezusit. E vë zemrën tënde tani në autoritetin e Krishtit Jezus, dhe çdo qelizë e saj ti bindet Jezusit dhe të punoj në mënyrë të mrekullueshme, të ripërtërihet dhe të rigjenerohet dhe të rivendoset gjithçka në mënyrë të përkryer dhe të punoj pro jetës për ty, në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. Çdo dhimbje mesi, çdo dhimbje kockash, çdo dhimbje muskujsh, unë të shfuqizoj çdo fjalë që ti ke thënë kundër jetës tënde, u plaka, më falni pak, po alo? Mirë si e.
Po. Okay. Unë jam, e di ku e ka, do më thënë deri në fund fare duhet e ecësh të rrugës. Dama, në pastaj futu në të djathtë. Edhe porta e parë që vjen në të lajtën tënde. Në podi. Edhe unë këtu jam, po e kam shpinqitur. Erba. Edhe shpall liri dhe çlirim i ka tani se më erdhi tekniku i internetit që po e pres 3 ditë rresht. Lavdi Zotit erdhi. Miropafshim.